Bleu një enë plastike në market. Çobani nuk ju beson syve kur zbulon se çfarë kishte brenda saj. Një çoban në një fshat të Greqisë i ka rënë në duar 50.000 euro gjatë pushimeve ka arritur të shpenzojë shumën prej 14.000 prej tyre për argjerim dhe festa. Mediat fqinje raportojnë se në fshatin në fjalë, dy vëllezër kanë një minimarket dhe në një enë plastike njëri pa e ditur tjetri kishte vendosur 50.000 euro që t'i ruante. Midis 22 dhe 24 dhjetorit në turnin e njërit prej tyre shitur ena plastike me 50.000 euro një bariu. Ky fundit sapo ka mbritur në shtëpinë e tij ka konstatuar se ena kishte plot 50.000 euro, kështu që ai bekoi pasurinë e tij dhe filloi të shpenzoi parat për festa dhe gosti deri pardje. Gjithsesi, ai përdori 14.000 euro. Ndërkohë, erdhi koha kur njëri nga vëllezërit zbuloi se ena plastike me kursimet e tij mungonte dhe teksa pyeti vëllain mori vesh se ajo ishte shitur. Menjëherë ai njoftoi policinë dhe fatmirësisht minimarketi kishte kamera sigurie ndaj konstatua se ena plastike ishte shitur një bariu. Përfituesit ju kthyen përfundimisht shuma prej 36.000 euro, ndërsa për pjesën tjetër nuk dihet se si do të zgjidhet marrëveshja mes tyre.